tregum që në tokat evropiane perëndimore nuk është e vërtet se ka zero alkool në to. Është vërtetu se ka përqindje të alkoolit. Për shkak të fermentimit real, birës nga alkooli dhe gjendjes së një përqindje në to. Dhe nëse dikun ka që është vërtetu një birë pa alkool që s'ka alkool to, është për shembull njën prej këtyre shteteve është Arabia Saudite, po janë edhe shumë shtete tjera arabe, edhe në Jordani për shembull ka fabrika të veçanta për prodhimin e birave jo alkoolike, që janë themelur, fillimisht janë filluar me këtë esencë janë bu. Po sipas dietarëve, sikur se Sheikh Bin Bazi, që kur ka qenë mifti Arabisë Saudite, ai ka qenë shumë ambicios, Sheikh Bin Bazi, me dërgu komisione në shumë shtete islame për më vërtetu ashtu si thot ajo. Për shembull, mesin e shteteve që Sheikh Bin Bazi ka dërgu komision, mu përcjell se për shembull lopt, delet, pulat e na apren si me shariata përmendet emri Allah gjatë prerjes ajo, është edhe Kosova. Ai që ka kryesu këtë komision ka qenë Sheikh Abdul Qadir Arnauti në vitet e 80-ta. Sheikh Bin Bazi ka qenë shumë ambicios me dërgu në toka islame, toka evropiane, madje edhe toka, që janë me shumicë muslimane në Evropë, për më vërtetu realisht, a e bën një gjë tillë ashtu si thuhet dhe është për hap apo jo. Edhe Sheikh Bin Bazi ka dërgu komisione me buxhetin e shtetit Arabisë Saudite në shumë shtete evropiane për më vërtetu që çështja prerjave, kurbanave, lopëve, në gjove të mëdha kështu me radhë, edhe për shembull kanë zbuluar se për shembull në Holland disa fabrikave i kanë goditur me rrymë kokat e tyre, ata kanë copë. Kanë shkruar halal. Për shembull në disa vende tjera, për shembull në Indi, për shembull që i kanë lënë më copë për shembull apo i kanë furr. Edhe që është shkruar halal, andaj nuk do të njeriu mu bazu në amballazhin e jashtëve një produkti, qoftë ai mish, ushqim pije, me thonë që është halal, po me marrë një lloj rezervi, sidomos nëse vijnë nga vendet jo besimtarve evropiane, edhe më mundu me zaventsu ato me vende halal vendase apo prodhimeve, të shteteve muslimane. Të na bira, pa alkool është diçka që e prish imazhin e islamit, e prish imazhin e muslimanit, edhe jep bot kuptimet këqija paragjykimet njerëzve që me dyshun në islamin ton dhe në mirësinë tonë. Në vend se ti me bot davet më mundu dyshun me afru, ti bosh sebeb me largu njerëzit prej islamit. Andaj çdo sen që ka bot mu largu njerëzit prej islamit, edhe nëse është halal, prej islamit është me lon për momentin, me shty. Si për shembull, çe po ta kallzoj një hadith. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadith është i vërteta në sunenet e tij. Në sunene, koleksionet hadithe Abu Dawudit, Tirmidhiu, Nesai, Ibn Majah, përmendet një hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste kur është domosdoshmërisht, kur nuk ka gjetë ujë Medina, ka marr abdes prej pusit Budaa. Pusi Budaa në Medinë ka qenë një pus që njerëzit i kanë gjuajtur zakonisht, i kanë hedh mbeturinat edhe leckat e fllihura, sidomos ato të menstruacioneve gratë kështu me radhë. Ka marr abdes domosdoshmërisht nga njerë për këtij pusi. Tashti një njeri që ka pak a shumë dyshim, ti me përmend që të hadith, a merr me majt derse me thirr, o vllazni, ku gjeni pusa, a merresh edhe nëse janë të flleshta, janë gjunë to çështjet e menstruacioneve, merrni abdes, shtejuni Allahut. Kur ki ujtë sa të dush të pishëm, ki ujtë pastër, pse me uzu njerëzit me bu sen tillë. Mirë po këto është diçka tjetër që shumica njerëzve nuk e din kur e lexojnë këtë hadith. Se ai pusa edhe pse janë gjujtur për shembull to që to leckat e menstruacioneve, apo senet e fllista që ndikojnë në natyrën e ujit, ngjyrën, shijen apo erën, ai pus ka përmbajt një, shumë të madhe të ujit që nuk ja ka ndryshuar njëri prej cilësive natyrore të saj, ujit. Me thonë, ka qenë ma tepër se dy kulle janë, për shembull 4 bryla, thellësi, edhe 8 bryla gjatësi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha balagha al-ma'u qullatayn, dhe kur uji arrin masën e 2 kulles, në çit sasi, 4 brylave thellësi, 8 brylave gjatësi, nuk e mban dytësirë. Çka? Fuqia e ujit e bën çka? Me rujt naturalitetin e vet,
edhe mos me ndiku ndonjë dytësirë me ja ndryshu as erën, as shijen, edhe as ngjyrën. E shumica njerëzve kur e lexojnë këtë hadith mundën me marrë në aspektin e përgjithshëm. Edhe ky hadith, për shembull, mi kallëzu për shembull shumicës pleqjve ton, e nxirr për Islamit. Ti thot ja armik i Allahut, audhu billah, çfarë ky Islam kështu, çfarë, a din? Domethënë jo gjithçka çka ka njerë çka është, edhe diçka që është halal, edhe diçka që bëhet ka njerë domosdoshmërisht, do të mu bu. Aq më tepër domethënë gjërat që kanë to përgjithësi me haramën, ashiqare. Diçka që është domethënë veçori e atyre që kundërshtojnë Allahun, gjunahçarëve, fasikave, pishurve, qafirave. Kjo është prej burnis, prej Islamit është mos me bu. Nëse je një mentalitet që kesh kuptosh, pse për shkak të urtësisë, për shkak të imazhit Islamit. Allah na i ka qenë 1000 tjera që ka mundu me pina. Pse bashkë aty? Nëse don me pina herë, shkon në Arabinë Saudite në tokë arabe pi.